Juve ju kujtohet mirë kjo sekuencë. Prema stavku da su vam potrebni naši glasovi oko zakona o minimalnoj zaradi i oko glasanja za subvencionu suda. Këtu, si asnjëherë tjetër, e keni vetëvendosjen, pra Albin Kurtin, në koordinim klasik, prapa perdëv, me listën serbe e Milani Radojqishin. Një pjesë të këtij pakti djallit e keni parë edhe tek ekzekutori në kuvend, kur lista serbe rreshtohet me vetëvendosjen dhe si partner votojnë bashk për të lënë veteranët e luftës jashtë ligjit për pagën minimale. Vot, si që dëgjuat, e koordinuar paraprakisht. Përkundër kësaj, vetëvendosja e zënë në ndritën e diellit në koordinim me listën serbe, e ndërtoi tregimin se opozita e ka obliguar listën serbe që të votoj si vetëvendosja që të dalë keq kjo e fundit. Tash, kur lista serbe nuk ja votoi qeverinë Albin Kurtit, sepse po i duhet pikërisht Kurtit që të mos e bëjë qeverinë veç me listën serbe, i kujt duhet që ky koordinim? I pikërisht të njëjtëve pra, i Albin Kurtit me listën serbe. A nuk është kjo krejt e qartë? Ata që dikur u koordinuan që të votojnë bashk e njëjtë, tash koordinohen që të votojnë daraz e ndryshe. Megjithatë, ne e kemi Albin Kurtin me zë e figurë duke treguar se kush është përgjegjës nëse nuk bëhet qeveria. Nëse nuk do të arrijë të formojë qeverinë pas konstituimit të kuvendit, është përgjegjësia e lëvizjes vetëvendosi. Shenim, situata është e thjeshtë. Është e vërtetë që këtu kemi një grup kundër dikujt tjetër. Por jo siç po thot vetëvendosja se janë ata dhe gjithë të tjerët. E kundërta është e vërtetë. Vetëvendosja bashkë me listën serbe, bashkë me presidentën që u rri gaditu, bashkë me krejt strukturën e kapën shtetërore, bashkë me një pjesë konsiderueshme të gjykatës kushtetuese që nxjerr vendime për favor të Albin Kurtit, e bashkë me fuqinë e buxhetit që vetëvendosja e shfrytëzon si buxhet privat kundër partive opozitore, të cilat janë pa financa, pa koordinim e pa rrëfim. Po pra, e kemi ne një grup kundër dikujt, po e kemi vetëvendosjen bashkë me gjithë të tjerët kundër opozitës. E faza e ardhshme e tregimit të imponuar do të mundohet të jetë sikur qenë ka ndonjë mkat i madh të qenerit kundër vetëvendosjes. Prap gabim. Nuk ka sot lëvizje më të duhur kombëtarisht e më të nevojshme politikisht se rrështimi kundër këtij organizmi që si celiz kanceri po ja gryn shtetit edhe damart e demokracisë.